Shoqja Afrodita, Venusi sot do ndryshoj shenjë dhe do futet në shenjën e Demit, duke na mbushurit në kështu me romans, me bukuri, me rafinim, dhe Venusi ndjet në shtëpi në shenjën e peshore se të Demit, por Venusi në peshore i jep më shumë përparësi estetikës, romancës, bukurisë dhe lidhjeve harmonike që ne krijojmë me të tjerët, ndërsa Venusi te Demi i jep më shumë përparësi vetëvlerësimit, dashurisë për veten edhe stabilitetit. Puna që ne bëm gjatë kohës kur Venusi ishte i zëmbrapsur në shenjën e peshqve dhe të dashit së fundmi dhe mësimet e nxjera në fakt do të kenë shumë më tepër kuptim tani që Venusi ka hyrë tek Demi në një shenjë që Venusi e dashuron dhe ndihet mirë dhe këto tranzite do të na bëjnë që të fillojmë një kapitull të ri me më shumë besim edhe qartësi dhe në qershor do të tërhiqemi nga përvojat e reja ku do të përjetojmë eksperiencat me të pesta shisat tona, me vakte të pasura për shembull, me ecje në natyrë, koneksion lidhje sa më të fortë me natyrën, me lulet, mund të dëgjojmë muzikë qetësuese shpirtërore dhe gjithçka që neve na fton, si të thuash, të shijojmë ato lukset natyrale të jetës. Me Venusin tek Demi, dashuria do të bëhet më e qetë, më e duruar, më e qëndrueshme. Deri në datën 4 korrik do të japim përparësi mënyrës se si ne krijojmë rati, stabilitet, përpiqemi që të krijojmë siguri financiare sepse Venusi drejton edhe financat, që është më e rëndësishmja, dhe të gjejmë gëzim në atë që kemi. Dhe për të marrë një esencë se si ndikon Venusi tek Demi për të gjitha shenjat e horoskopit, un kam publikuar parashtrikimet në Patreon, kështu që mund të klikoni, të abonoheni apo t'i blini si poste e veçmas në patreon.com/kejastro.